Diçka të kjo pjesë është pak edhe për humor. Trenova? Ekspertët e huaj që u morën në fillim me reformën e drejtësi ishin ca të huaj dhe nga kishin mbaruar të drejtën e korporatave, kompanive të mëdha, dhe ajo edhe sipas parimit të tij ishte që nëse një sektor ose një departament e një korporate nuk funksionon ose nuk ka, domethënë, nuk ka fitimet e duhura, ai duhet shkrirë, duhet krijuar një departament tjetër. Dhe kështu ecën edhe me parimin ose me reformën. Nëse një prokurori ose gjykat nuk ka çështje për shembull, mjaftueshëm, s'ka objekt të punës. S'ka punë, duhet shkrirë. Domethënë, por në fakt në kuptimin e ekonomisë dhe të efektivitetit, a ja vlen të mbash në një rreth ku ka 3, 4, 5 çështje një gjykat? Disa raste janë disa parime në 3-4 muaj të mbash një gjykat kur në balancën midis ekonomisë ose anës financiare dhe të drejtave të njerëzit, pra që është e drejta aksesit në gjykat, e drejta për proces gjyqësor të barabartë, pa anshëm të drejtë etj. Dhe memoria historike, pra një shtet ka dhe memorien historike, ka shumë institucione në Shqipëri që në pamje të parë duket sikur janë kot ose funksionojnë kot, dhe buxheti i shtetit harxhon para për t'i ketë televizionin publik, pra që merr para nga buxheti i shtetit dhe asnjë nuk e sheh, po kjo nuk do thotë që duhet fshirë televizioni publik. Po kryeministri tha duhet mbyllur. Po për mendimin tim jo, sepse ajo është memoria historike, janë institucione të vendit që nuk mundet dot për shembull që t'i fshish me një. Megjithatë, kryeministri mendon se Shqipëria është jo, po flasim qëndrojmë pak tek kjo, tek aksesi në drejtësi. Ju jeni avokat. Po. Të katërt jeni avokat, po ju personalisht e kam. Çfarë vështirësish ju krijon harta e re gjyqësore në mbulimin e veprimtarisë tuaj për të mbrojtur klientët tuaj në gjykata që në vende ku nuk ka gjykat? Atëre, e vërteta është që ne si avokat nuk kemi probleme sepse kemi mjetin tonë dhe ikim direkt tek gjykatat edhe japim shërbimin e dur tek qytetarët kudo që ata e kanë nevojë. Por problemi është tek qytetarët, tek buxheti i tyre, dhe prandaj ne kur protestuam për hartën e re gjyqësore, protestuam për buxhetin dhe për portofolin e çdo qytetari i cili përballet me drejtësinë. Ne si avokat do t'i bindemi ligjit për shkak se do të ofrojmë shërbimin ton kudo që ndodhet. Por, ajo që nuk është dhënë të kuptohet tek qytetarët është kjo. Harta në gjyqësor u bë me një qëllim, mbulimin e dështimit të reformës në padrejtësi. Sot, qytetarët nuk marrin shërbimin e dur,